Allahu Dhul Gjelal e kalon vdekjen të fshehtë për gjithë ne, nga se sikur ne ta dinim këtë moment, atëherë shumë njerëz nuk do të kishin në shpirtin dhe në zemrën e tyre asnjë pikë shprese dhe do të ishin të demoralizuar dhe do t'i mbërthente e do t'i kaplonte pesimizmi dhe shumë elemente tjera të errta. Prandaj, urtësia pse Allahu fuqiplot e la vdekjen të fshehtë për ne, është një moment dhe është një bukuri që neve na mundson me rujt një ekuilibër dhe një baraspesh mes asaj që ne pregaditemi për vdekjen dhe e ruajmë apo e kemi një qetësi shpirtërore. Prandaj Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famlar na porosit, sikur fjala vije në ajetin 102 surën Ali Imran, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, frigojeni Allahut me frikë respektin që ai është meritor dhe mos lejoni që t'ju zënë vdekja ndryshe vetëm se ju duke qenë musliman të denj.